Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar këtë të premte një takim me banorë të Zvërnesit. Gjatë bashkëbisedimit, kreu i qeverisë theksoi se çështjet pronësore janë individuale dhe zgjidhen vetëm në dyert e gjykatave, jo në rrugë, ndërsa garantoi se investimi në Zvërnes nuk do të ndalet. Pastaj mos ki merakti se çështja e investimit është çështje që nuk e përcaktojnë protestat dhe nuk e përcaktojnë ata që dalin në rrugë dhe thonë do vendosim ne se ne jemi populli. Si populli? Si po ata që votojnë që nuk janë populli ata? Jo 5.000 veta. Jo 5.000. Po 500.000 të dalin në shesh. Nuk mjaftojnë. Sepse janë 800 e kusur mijë që kanë bërë marrëveshje me mua dhe pronat e këtyre janë prona që janë të trashëguara. Kështu funksionon ligji. Kthehen pronat e trashëguara me ligj. Pastaj, a ka kthime të gabuara ose të padrejta? Me siguri ka plot, nuk diskutohet, por këtë nuk e vendos unë, këtë nuk e vendos qeveria, këtë nuk e vendos hipoteka, këtë nuk e vendos asnjë agjenci që merret me zhvillimin e pronës. Këtë nuk e vendosin noterët kur noterizojnë kalimin nga një prone nga njëri te një tjetër. Këtë e vendos vetëm gjykata. Nuk përfaqësoj pronarët. Për dijenin tuaj, unë nuk e kam takuar kurrë asnjë nga pronarët që përfliten, ose që janë pronarë dhe përfliten që s'janë pronarë, asnjë. Nuk kam iden fare, hiç fare për çfarë marrëveshje kanë bërë investitorët me pronarët, është një çështje private. Kështu që Shqipëria shitet apo nuk shitet kur vjen puna tek pronat private, këtë vendosin pronarët, nuk e vendosin as qeverit, nuk e vendosin as protestuesit. Kryeministri sqaroi se qeveria nuk është palë në mosmarrëveshjet mes pretendentëve për pronën dhe investitorëve. Ai theksoi se projekti është verifikuar nga kadastra dhe se SPAK po heton subjektin që ka shitur pronën, por jo vetë investimin. Në këtë rast, fakti që ka pasur një hetim mund të jetë jashtëzakonisht pozitiv për çdo qoftë që mund ta fitojë me gjykat pronën. Nëse sepse hetimi nuk bëhet se këtu bën një çamure e madhe, çorp. Hetimi nuk zhvillohet për kompaninë, hetimi nuk zhvillohet për investimin, hetimi nuk zhvillohet për projektin, hetimi nuk zhvillohet për zhvillimin atje. Hetimi ishte një hetim në proces, është një hetim në proces për një individ, një subjekt që ka shitur pronë. SPAK-u që ka hyrë në këtë proces e përsëris krejt natyrshëm, po jo për projektin. Mund mos kishte. Dhe sot, nëse juve do shkonit, nëse gjykata do t'ju jepte juve të drejtë, juve përsëri do drejtoheshit te shteti dhe do t'ishte shteti që do duhet juve t'ju kompensonte. Por natyrisht, jo njësoj siç do në të rast. Tani fati këtu është, në rast se keni drejt gjithmonë, unë se përcaktoj. Fati është që në qoftë se juve dilni vërtet nga gjykata pronar, parat që janë të ngrira nuk i shkojnë atij që si takon, i jepen, i konfiskohen dhe bëhen para të shtetit dhe shteti natyrisht merret me pronarët, po ke letrën ti, po urdhro, kjo prona jote është shitur me kaq, urdhro lekët, merre, vazhdo punën. Kryeministri denoncoi se protestat e fundit janë të stisura dhe kanë marrë për masa të dyshimta, duke ju referuar një sulmi narrativash që sipas tij vijnë nga aktorë si Irani me qëllim dëmtimin e reputacionit të Shqipërisë në botë. Ishte një skandal i vërtet, ai rrethimi në atë formë me ato telat sipër, që është një përgjegjësi e madhe e atyre që shqiptarëve që janë caktuar atje për të menaxhuar gjën nga kompania, po gjëra që ndodhi. Me atë gardin, me rrjetin me tela, është bërë me inteligjencë artificiale një kështu atje si
si afishe dogane, e keni parë besoj, ku shkruaj stop kufiri Izraelit. Dhe është hedhur në mënyrë intensive gjithandej narrativa që këtu do vinë palestinezët që do shkulen nga Gaza. Dhe kjo gjë është bërë me një sistem shumë të qartë për ne tani më në disa xhami. Dhe aty nga njerëz që janë penetruar, në atë sistem, është hedhur hira tek të tjerë që e kanë marrë këtë gjë me shqetësim të madh duke e besuar. Gjëja ka marrë për masa botërore dhe është shumë e thjeshtë për ta kuptuar se pse Irani është interesuar për këtë narrativ dhe pse kjo narrativ jo turizmin, po kjo narrativ fillon njerë duke shkatruar një nga pikat më të forta të reputacionit shqiptarëve në përbot, të cilën bota tani ka filluar ta kuptojë tamam, që është se si muslimanët shqiptarë, po bëhet film për këtë, muslimanët shqiptarë, së bashku me të krishterët, shpëtuan ebrejt. Lidhur me thirrjet e protestuesve për bllokimin e punimeve, Rama u shpreh prerazi se një proces gjyqësor nuk mund të ndalë zhvillimin e një projekti, përsa nuk ka një vendim gjyqësor që kërkon pezullim. Ai shtoi se qeveria përfaqëson vullnetin e shumicës që ka votuar për zhvillimin.